Edhe një këshill tjetër, si është një gabim iluzion që bojnë njerëzit edhe humbasin. Tash kjo është këshill ekonomike. Tash ti kur shkon punë, për shembull këtu në Zvicër ti merr 4000 franga, okay? Ti merr 4000 franga. Tash në 4000 franga që merr ti, ke për shembull që të bëjmë matematikë lehtë, që ta kuptoni edhe ju. Për shembull ke 1000 franga ke shtëpinë, që s'ekziston 1000 franga shtëpia, këtu është 2000 shtëpi e mirë, nuk është familjar i dini vetë jo si jeton në Zvicër, po për shembull bëjmë matematikë lehtë. 1000 franga merr shtëpi. Ban shtëpia. 1000 franga ushqimoret, jo kanë kase që janë këto gjëra këtu. Domethënë, nga 4000-shja ti i ke 3000 i ke standard, të i ke muj për muj që t'ikin. Muj për muj që t'ikin. Nuk i ke standard. Tash ti ngel 1000 franga. Ti ke 1000 franga. Ti tash nëse del jashtë, unë llogaritë vetëm gjërat që janë standarde, automatikisht që ikin këto. Ti nëse del jashtë tash, për me shpenzu gjëra të tjera ekstra, me dal me shok, me pi birra ose me dal me prish gjëra. Domethënë është iluzion kjo që unë e kam praktikuar vetë, po mbas e duket që di, po nëse unë pa e tham, ju mund të thoni çfarë doni brava. Kur del jashtë pastaj edhe shpenzon lekë ndaj këtij, ti nuk i të prish nga 4000 frankësh. Ti të prish nga 1000-shja, sikurse. Domethënë 1000 e zëm shembull e pjesojmë për 30 ditë. Që mos bëjnë gabim matematike, se mbrapa do thoni s'dika me lexu, s'dika me bë matematikë, filloi të tallni jo. Në minutë. Tash e zëm shembull 1000 franga. Pjesëtim për 30 ditë. 33 franga në ditë ke ti që mund të kursesh, që mund të fuzish në bankë. Ti nëse del e prish diçka jashtë, ti të prish jo nga 4000, ti të prish nga 33 frankësh. Do të thonë nëse e prish një birr, ti të prish nga 33 frankësh që mund të kursesh. Edhe vetëm një me ka përcjell është ti dush një farë periudhë fort, ekstrem fort, për një farë periudhë me pas vizion, me kthie një profesion me e bë tamam sikur duhet, për një farë ti dush me ngushtuar shumë veten që kit 33 frankësh mos priket, mos ta prek, ne ta merret ta fusni në bankë. Të kurset. Kupton? Kjo është një iluzion, kjo është një nim, dikuj mund ndihmojë, dikuj jo, po e dini vetë.